Në Gjirokastër, Këshilli Bashkiak miratoi buxhetin për vitin 2015, ku përfshihen investime në disa milion dollar. Këshilltarët demokratë të opozitës kërkuan vëmendje më të madhe ndaj çështjeve të arsimit dhe infrastrukturës dhe votuan kundër. Pas zgjedhjeve vendore në qershor, pritet që Bashkia e Gjirokastrës të zgjerohet me disa komuna duke kërkuar më shumë financime. Korespondenti Raymond Kola sjell hollësitë. Këshillat bashkiak në Shqipëri po miratojnë këto ditë buxhetet e bashkive me përplasje të forta politike pozit-opozit. Buxhetet bazohen mbi ndarjen aktuale territoriale, ndërkohë që pas zgjedhjeve vendore të qershorit, shumë njësi do të zgjerohen duke përfshirë komuna apo edhe bashki të tjera. Në Gjirokastër, Këshilli Bashkiak e miratoi me shumicën e majtë buxhetin e bashkisë, ndërkohë që demokratët votuan kundër. Kryetari i Bashkisë së Gjirokastrës Flamur Bime tha se buxheti i këtij viti prirej drejt investimeve, sidomos në infrastrukturë, por edhe në fushën e kulturës. Zoti Bime tha se buxheti vendor kombinohej me disa investime të rëndësishme nga buxheti i shtetit, ku përfshihen 6 projekte të mëdha për qytetin. Janë 6 projekte të rëndësishme, të 6 janë aprovuar dhe ato do të fillojnë pothuajse, disa do të fillojnë në muajin prill, disa tjera do të fillojnë në muajin qershor, por janë vepra që vazhdojnë. Projektet lidhen me përmirësime, sidomos në zonën historike të Gjirokastrës, që mbrohet nga UNESCO, por dhe nga disa zona informale që janë krijuar gjatë viteve të tranzicionit. Buxheti i këtij viti vjen në ndihmë edhe grupeve të mëdha qytetare, tha kryetari i bashkisë. Duke filluar nga shërbimet, që si vjet janë më të mundshme sepse edhe buxheti është në përmasa më të mëdha siç e shikoni në raport me vjet, por njëkohësisht unë do të veçoja investimet në raport me gjithë buxhetin përbëjnë 33%, por në raport me shpenzimet duke përbëjnë 54-55%. Zoti Bime tha se buxheti vendor përfshin ndarjen e kostove me qeverisjen qendrore edhe në studim projektime, ndërkohë që shumica e shpronësimeve që realizohen në kuadër të investimeve do të mbulohen nga financimet e qeverisë. Këshilltarët e opozitës nga ana tjetër kanë kërkuar që investimet të mbahen në kontroll për cilësinë e punimeve. Këshilltarja e opozitës Valentina Iska tha se bashkia duhet të zgjidhë çështjen e ngrohjes në shkolla dhe probleme të tjera që lidhen me përmirësimin e cilësisë së mbarvajtjes së arsimit. Me që unë mbuloj fushën e arsimit, do të isha interesuar që fondi për ngrohje, sidomos për ngrohje, pasi çdo vit problemet në shkollat tona kanë qenë evidente. Besoj se me bashkimin e 6 komunave do të ketë akoma më shumë probleme për infrastrukturën, se të gjithë jemi të vetëdijshëm që ka probleme, i shohim, të gjithë kemi fëmijë në shkollë. Megjithëse pati bashkëpunim në komisione lidhur me buxhetin, këshilltarët e opozitës e votuan kundër. Analistët vendorë vlerësojnë këtë fazë të aprovimit të buxheteve mjaft të rëndësishme në kuadër të funksionimit të qeverisjes vendore. Shpesh përplasjet politike gjatë viteve të shkuara, sidomos në disa bashki të mëdha, kanë çuar në zgjatjen e aprovimit të buxheteve, duke vënë në vështirësi realizimin e shërbimeve për qytetarët. Për Zërin e Amerikës nga Gjirokastra, Raymond Kola.